Mbrëmja Gala e ndarjes së çmimeve ka shënuar mbylljen zyrtare të edicionit të tretë të konkursit mbar kombëtar të letërsisë së humorit Niko Nikolla, zhvilluar në teatrin Andon Zako Çajupi në Korçë. Aktiviteti që për 2 net me radhë bashkoi autor të prozës, poezisë dhe komedisë nga Shqipëria dhe vende të ndryshme të botës, u kthye në një festë të humorit dhe artit letrar. Shumë e gëzuar për këtë gjë, që u krijua një hartë e re e shkruesve të humorit shqip, që erdhi edhe nga Presheva, që përket Republikës Serbe, erdhi edhe nga Republika e Kosovës, erdhi nga Shqipëria, nga Gjermania, nga Italia, kështu që them që me pak ngulje, me pak dëshirë, me pak vullnet, ne do mundim që letërsisë humorit t'i japim një nxitje dhe një zhvillim apo një dignitet që ajo i takon ta ketë. Fituesi i çmimit kryesor të këtij edicioni u shpall aktori, komediani dhe karikaturisti Bujar Kapexhiu, i cili u vlerësua për kontributin e tij të veçantë në letërsinë dhe artin e humorit shqiptar. Është kënaqësi që kur bën një krimtari dhe merr pjesë në një konkurs mbarkombëtar. Por natyrisht kur nga konkursi të vlerësojnë me një çmim, padyshim kjo është disa fish më e kënaqshme, më e këndshme dhe mobilizuese për të vazhduar këtë krimtari që mendohet që është e suksesshme. Gjatë ceremonisë u akorduan edhe çmime të tjera, mes të cilave çmimi post-mortem për Teodor Kekon, çmimi i karrierës për Ferit Lamajn, si dhe u vendos mbështetja për botimin e 3 dorëshkrimeve humoristike. Konkursi Niko Nikolla vlerësohet si një nga aktivitetet më të rëndësishme kulturore, që synon promovimin dhe ngritjen e letërsisë së humorit në Shqipëri.